Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim ditën e sotme për tregun e punës, duke marrë shkas edhe nga një raport i fundit i organizatës ndërkombëtare të punës, e cila vën në dukje disa nga sfidat që parashtrohen sa i takon tregut të punës. Bëhet fjalë për vende pune cilësore, shkallën e informalitetit, papunësin, hendekun gjinor dhe pra kur flasim për papunësin i referohemi kryesisht papunësis në radhët e të rinjve, grup moshave nga 15, 16 vjeç deri në 29 vjeç, duke ju referuar edhe treguesve në Shqipëri. Megjithatë, shohim që mendimën e regjisë janë disa nga gjetjet kryesore të raportit të organizatës ndërkombëtare të punës. Dua t'i përmendim pak ku vjen në dukje shkalla globale e papunësisë, e cila parashikohet që të mbetet në 4.9% në vitin 2026, duke përfaqësuar 186 milion të papunë. Ndërkohë, konsiderohen rreziqe të konsiderueshme, kryesisht pasiguri tregtare dhe politikat, rritja e borxhit dhe ndërprerja e vendeve të punës nga inteligjenca artificiale. Të gjitha këto mund të përkeqësojnë perspektivën. Megjithatë, rritja e ulët e fuqisë punëtore në vendet me popullsi në plakje mund të zbusë ndikimin në normat e papunësisë. Ndërkohë, qasja në punësim cilësor në raport vjet në dukje se në vitin 2025 284 milion punëtor në mbar botën jetonin në varfëri ekstreme me më pak se $3 amerikan në ditë. Pra, edhe niveli i pagave gjithmonë në raport me normën e inflacionit. Sa kaq, për më tepër 2.1 miliard punëtor, 57.7%, janë informal dhe tendenca është në rritje. Dalim tek një problematik, le themi, informalitetin në vendin e punës që është prezente edhe në Shqipëri. Hendeku gjinor, gratë të cilat vijojnë të përballen me pengesa të konsiderueshme në punësim, dhe një akses më të kufizuar krahasimisht me burrat, dhe gjetja e fundit, le themi, ose aspekti fundit që kemi evidentuar nga ky raport është produktiviteti global i punës, i cili parashikohet të rritet në 2% në vitin 2026, duke pasqyruar trendet në vitet e një dekade më herët, pra 2010-2020, megjithse me dallime rajonale. Rritja e dobët e produktivitetit në vendet me të ardhura të ulta po pengon konvergjencën e të ardhurave dhe po ngadalëson progresin drejt punës së denjë. Janë këto disa nga gjetjet e raportit të organizatës ndërkombëtare të punës, do t'i shohim gjithmonë në raport me tregun e punës në Shqipëri. Kam kënaqësinë që të kem në studio Kolindo Vjerda, ekspert ekonomie, aktivist, pjesë e qendresa qytetare. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi ne. Si edhe do të kem në një komunikim të drejt për drejt online, Suzana Ago, eksperte e punësimit. Suzana, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që jemi ne. Besoj jeni njohur me këtë raport të publikuar së fundmi dhe që tregon të dhëna për vitin 2025. Disa nga sfidat që janë vënë në dukje në këtë raport janë vendet e punës cilësore, shkalla informalitetit, papunësia, hendeku gjinor dhe aksesi, le themi, kufizuar i të rinjve, gjithmonë duke parë në raport me inteligjencën artificiale. Pra mësymjen teknologjike. Tani, përpara se të ndalemi edhe në mënyrë të detajuar në këto gjetje, në vija të përgjithshme, si qëndrojmë ne në raport me këto sfida, pra si qëndron Shqipëria, tregu i punës në Shqipëri? Kolindo. Për hir të vërtetës, nëse ne bëjmë një krahasim ndërmjet shifrave të cilat Shqipëria ka nëpërmjet të dhënave që ne mund t'i aksesojmë edhe nëpërmjet Instatit, relativisht papunësia në Shqipëri është në shkallë më të lartë se sa në trendin global. Pra nëse në trendin global varion të jetë 4.9% dhe parashikohet që të jetë edhe po në vitin 2026 në po të njëjtat shifra, që për hir të vërtetës edhe në raport specifikohet që janë ndër trendet dhe shifrat më të ulta në cilat janë shënuar, në Shqipëri ne vazhdojmë të jemi të paktën nëse referohemi në tremujorit tret të vitit 2025 në shifra 8.1% të papunësisë. Por nga ana tjetër, nëse ne shohim pjesëmarrjen në forcat e punës, pra pjesëmarrjen sa angazhohet popullata shqiptare për të qenë në punë, ne mund të themi që jemi në një nivel pjesëmarrje më të lartë se trendi global. Dhe këtu lind një pikpyetje e madhe. Pra Shqipëria pjesëmarrjen në punë e ka më të lartë, por nga ana tjetër edhe papunësinë e ka më të lartë se trendi global. Ajo çka ne shikojmë sot
dhe parashikohet edhe në trendin global dhe në raport, është fakti që qytetarët shqiptarë, pra të punësuarit, ato të cilët janë aktiv për punë në tregun shqiptar, nuk gjenë profile pune të cilat i përshtaten, pra nuk gjenë punë cilësore apo cilësisht të cilat i përshtaten profileve dhe kërkesave që një punonjës ka. Dhe kjo është ajo që i mban larg tregut punës? Dhe kjo është ajo që i mban në një shumicë të madhe, siç janë edhe në tregun global, individ të cilët janë në kërkim të një pune, por që në fakt nuk janë në punë aktualisht. Pra, nuk gjenjë hapësirat e duhura që i përshtatet jo vetëm profilit, por duhet njësojmë edhe kërkesat që një individ ka për një pozicion të caktuar pune. Aspekti tjetër që unë mendoj që ne duhet ta shohim së tepërmi dhe këtu hyn fakti se si duhet ta diskutojmë, që duhet i shohim më shumë në aspekt me Shqipërinë, lidhet me informalitetin. Ndonë se mund të jemi në shifrat cilat sipas raportit dhe të dhënave të Instatit, Shqipëria ka në vlera ndoshta një informalitet më të ulët se sa trendi global, për ishtë vërtetës ajo që ne dim, kjo është e vështirë për të madhur, kjo është e vështirë për të identifikuar. Pra informalitet në sensin që kemi individ të cilët sot punojnë, por nuk janë të deklaruar nga kompanit. Nuk njihen si të punësuar, sepse këtë nuk ka si ta njësoj shteti, përsa ku ato nuk figurojnë në asnjë. Dhe kjo prek së tepërmi moshat e reja, fillestarët të cilët mund të jenë specialistë të sapo shkolluar të dalë nga bankat e shkollës, të cilët për hir të faktit, sepse i duhet ajo eksperiencë pune, i duhet që të mësojnë në një pozicion, bën këtë kompromis, duke mos u deklaruar, duke marrë një pagë në dorë që shpeshherë është një pagë minimale, ndoshta shpeshherë edhe përtej pagës minimale, por që bën këtë lloj kompromisi pikërisht për të qenë të punësuar diku dhe për të marrë disa të ardhura që në fakt ndikon te ky informaliteti që për hir të vërtetës Shqipëria, sidomos tek moshat e reja, e ka të theksuar. Kolindo, ju keni bërë edhe, le themi, qendresa qytetare ka bërë edhe një vëzhgim të vendeve të punës, të cilat ofrohen nga kompanit në Shqipëri për të kuptuar pak atë hendekun dhe paradoksin, sepse kemi diskutuar jo pak raste, paradoksin që ekziston për faktin që nëse kemi një normë të lartë papunësie, kemi nga ana tjetër ofertë pune që nuk përputhet me kërkesën. Pra, çfarë ka vënë në dukje, le themi, ky... Në vitin e kaluar, ne kemi monitoruar të gjithë... Kjo analizë, monitorim e treg. Ne kemi monitoruar të gjithë ato profile online të cilat ofrojnë punë. Dhe në ofertën cilën ato kanë, ne kemi parë se çfarë lloj kualifikimi kërkojnë. Dhe na ka rezultuar se afro 54% e pozicioneve të cilat ishin aktive në treg për ato ofruar, nuk kërkonin asnjë lloj kualifikimi. 20% e tyre kërkonin vetëm kualifikim profesional. Pra kishte në thojza ato që e njohim në gjuhë popullore, kishte një zanat individi. Gjë që tregon që disfavorizohen vende të punës të cilat kërkojnë kualifikim e aq më tepër pra individ të cilët duhet të jenë të mirë shkolluar. Pra tregu sot shqiptar në gjithë këtë ofertën online të cilën ne mund të aksesojmë, ku janë portalet në të cilat shqiptarët i drejtohen për të parë dhe për të kërkuar pozicione pune, shohim që kanë vende pune të cilat kërkojnë profile të ulta kualifikimi. Dhe gjë e cila favorizon pastaj më shumë profilet e atyre të cilët mund të kenë një shkollë profesionale, se sa ato të cilët mund të kenë një universitet sot të mbaruar. Dhe kjo pastaj krijon padyshim atë të cilën ne e diskutuam edhe pak më parë, punë ka në treg, por që shumë pak i përshtaten pikërisht kërkesave dhe profileve të individëve të cilët janë aktiv për gjetur një vend pune. Punë ka, sepse këtë tregon edhe kërkesa, le themi, për fuqi punëtore, por bizneset si përmarja po e shikon gjithnjë më shumë zgjidhjen për këtë situatë, për këtë problematik duke rekrutuar fuqi punëtore nga jashtë. Si janë treguesit, Suzana, se ti afër, le themi, edhe si përmarjes në këtë rast, por edhe një më mirë edhe praktikën e rekrutimit. Vijohet që të kërkohet fuqi punëtore nga jashtë? E pyes edhe bëj këtë pyetje nisur nga fakti që deri diku mund të ishte e kuptueshme, justifikueshme për shkak edhe të turizmit, pra kërkesa në rritje nga strukturat hoteliere kryesisht. Por tani, duke qenë se jemi në janar, si është trendi? Atëherë, punë ka dhe trendi është në rritje. Kërkohen vende vakante tashmë jo vetëm për strukturat të hotelerisë, por në çdo profesion.
dhe nuk kërkohen vetëm profesionist, pra Shqipëria ka kaluar nga kërkesa për pozicione sanitare, pastoneri, tashmë ne rekrutojmë nga jashtë dhe profile në administratë. Çfarë ka ndodhur ndër vite në Shqipëri? Ikja e trurit, pra pjesa më e madhe intelektuale e shoqërisë ka ikur në vendet perëndimore, ikja e profesionistëve, të gjithë hidraulikët, mekanikët, infermierët janë zhvendosur në vende si Gjermania, Anglia, pra vende të cilët kanë një standard më të lartë si Shqipëria, dhe kanë krijuar vende vakante. Por fatkeqësisht në Shqipëri tashmë ne rekrutojmë për çdo pozicion pune. Them fatkeqësisht pasi do duhet që Shqipëria të marrë dhe të bëjë disa nisma për rikthim le të themi të trurit ikur ndër vite në vendin tonë. Gjë që është goxha sfiduese. Megjithatë, përmende që kërkohen profile në administratë. Po në administratë, si do të thotë HR, inxhinier, financë, ne kemi rekrutuar financier, domethënë në kompanitë të cilat punojmë. Dhe problemi tjetër, ne financier kemi në treg, por çfarë ka ndodhur? Zgjedhjet e gabuara që kanë bërë të rinj ndër vite, pra gjithë kemi pasur një periudhë ku profilet e kërkuara kanë qenë jurist apo ekonomist, por në fakt nuk ka paradoksi më i madh, sepse ne kemi shumë të diplomuar si jurist financier, por kur dalin në tregun e punës nuk e kanë aftësinë në vend që të profilizohesh në profesione të tilla si mekanik apo hidraulik, zgjedhjet e gabuara në universitet thonë ky orientimi për një target grup që nuk është i përshtatshëm për tregun e punës. Tani unë kam një dilemë, por që është një dilemë që mund ta kenë edhe ata që dëgjojnë. Pra fakti që ne i drejtohemi vendeve tjera për të rekrutuar forcë punëtore, e bëjmë sepse mungon në Shqipëri, që bijem dakord që në disa sektor apo në disa profile dhe mund të ketë mungesa të tilla, apo për shkak të pagës, sepse duke e marrë nga një vend i botës së tretë, paga do të jetë më e favorshme dhe kompania, sipërmarrja do të ketë më pak kosto. Pra, cila është arsye që ne i drejtohemi edhe në këtë pozicione pune? Kostoja në mënyrë absolute jo. Kostoja e një punojësi të huaj është e njëjtë me një punojës shqiptar. Çfarë do të thotë? Nëse një punojës shqiptar e paguan me një pagë X dhe kostoja e një punojësi të huaj shkon në të njëjtën vlerë pasi shtohen kosto të tjera siç janë dokumentacioni, akomodimi dhe elementë të tjerë. Pra, në pagë de facto shkon e njëjta shifër. Por nuk ka më individ në çfarëdo lloj profesioni që ju të kërkoni sot në treg. Pra nga sanitare deri në CEO. Ne kërkojmë menaxher në Turqi. Pra në nivele menaxheriale. Sepse popullsia në Shqipëri ka ardhur në një turrje të jashtëzakonshme në gjithë këto vite. Si she Kolindo, përmendi që nga profile punësh sanitare deri edhe tek CEO. Unë padyshim e shoh. Jemi kaq. Unë e shoh të ndërlidhur me disa faktorë të cilët kanë ndikuar. Spari një herë kërkesat e punonjësit shqiptar ndryshojnë nga kërkesat të cilat mund të kënaqen me jo vetëm pagën, sepse ne duhet marrim edhe elemente të tjerë të rritjes në karrierë, të asaj perspektivës që ti ofron me një pozicion pune. Që në këto lloj kërkesash mund të jenë shumë herë më të larta tek një punonjës shqiptar që ka ndoshta pritshmëri më shumë, se sa me individ të cilët zgjallin të vinë të punojnë në Shqipëri, duke pasur ndoshta pritshmëri ndaj një pozicioni të tjera ose të ndryshme, ose mund të kenë një perspektivë tjetër mbi zhvillimin në karrierë, gjë të cilën ndikojnë padyshim edhe tek këto diferencimet në treg. Unë mund të them padyshim që gjatë viteve të fundit ne jemi përballur me një emigrim masiv dhe ky është fakt. Dhe fakti që shpeshherë kemi thërë, jo vetëm profesionistë të rinj po largohen individ të mirë shkolluar, po largohen drejt kompanive jashtë vendit, pra po shkojnë me kontrata pune, po shkojnë në mënyrë të rregullt. Kjo padyshim do sjell efekte të cilat do ndikojnë edhe në vitet në vazhdim.
Fakti është që sot Shqipëria duhet që po vazhdon të përballet me një përvojë të cilën shtetet e tjera e kanë provuar vite më parë, kur ne kemi shkuar në emigrim, ato kanë patur të huaj, të cilët kanë qenë shqiptar atje, pra po flas kur shqiptarët kanë dalë në emigrim, shtetet e tjera janë përballur me një realitet të tillë. Ne sot na duket çudi që të vinë dhe të shohim kur ne shohim kushtet ekonomike në të cilat ndodhemi, na duket çudi se si mund të vijë dikush tjetër nga vende si Turqia, nga India, nga vende të tjera të cilat mund të kenë një nivel ekonomik si shtete më poshtë se Shqipëria, por që mund të vinë dhe shohim perspektivën e tyre për të ardhur për të punuar në Shqipëri. Ky është një realitet me të cilin ne duhet të mësohemi gradualisht, për sa kohë ne shohim që kompanitë shqiptare bëjnë një vlerësim, dhe unë mendoj padyshim që nuk ka të bëjë, kompania vlerëson kostot. Dhe në mënyrën se si ajo i vlerëson kostot, sheh që ky lloj tregu i marrjes së këtyre punonjësve dhe nuk është e vërtetë që mund të shkojnë në të tilla nivele, sepse ato paga në cilat ato merren këto lloj punë. Padyshim kostot varet tek marrëveshjet që ato bëjnë. Pra nëse do të mbolohen fillestare, nuk është se janë e shoqërojnë gjatë gjithë kohës së punësimit. Ato kostot të cilat janë në marrëveshjen që ato mund bëjnë me të kontraktuarin. Por problemi është që trendi në cilin ne po shohim, është fakti që sot universitetet tona, të cilat duhet të ishin, mund të themi, vatrat në cilat do prolloheshin këto specialistë të rinj, apo prollohen për tregun vendas, apo prollohen për tregun e huaj. Sepse këtë deficit të cilin po na mbushin, apo po na përmbushin individët si punonjës të huaj, atëherë ne me numrat të cilët ne na tregojnë universitetet që kanë, pra profilet të cilët ato shkollojnë, dalin, diplomohen çdo vit, mund ta mbulonin në një farë forme këtë deficit të krijuar në treg. Unë mendoj që ka të bëjë shumë profilet e punës. Dhe profilet e punës, sado ne mund të mendojmë që jemi zhvendosur drejt profileve të cilat mund shkojnë në nivel menaxherial, apo në nivele të tjera të financierëve të cilët mund kërkohen sot nga jashtë, unë mendoj që shumica tregut paktën në shumicën e tij, individët të cilët i merr nga jashtë i kërkon për punë të cilat nuk duan një lloj kualifikimi apo nuk kanë një lloj kualifikimi. Dhe unë mendoj që kjo përsëri vazhdon të jetë prezente në tregun shqiptar në shumicën e tij. Pra, fati jonë i keq është që ne kemi kaluar edhe një stad tjetër, por prezenca kryesore e atyre të individëve të cilët vinë nga jashtë është pikërisht në këto lloj profilesh të cilat nuk kërkojnë një lloj kualifikimi dhe që qytetarët shqiptar Nëse mund të bëj një ndërhyrje, ju mjafton të shkoni në hoteleri dhe shikoni punonjës profesionist. Pra, kur ti shkon dhe pushon në jug, shikon banakierin që ka një profesion, shikon e kuzhinierin, shikon ndihmës kuzhinier. Këto nuk janë profile jo profesionale. Nëse shkon në sektor të mermerit, në sektor në mermer sot në Shqipëri punohet vetëm me punonjës turq, pra janë punonjës të specializuar. Dhe pagat e një punonjës turk janë disa herë më të larta se sa një punonjës shqiptar. Pra bie dakord kur ju thoni që në Shqipëri nuk është ndjekur një trend i mirë në formime profesionale dhe pjesa e madhe të papunëve është sepse nuk kanë një formim profesional, por rekrutimi sot bëhet kryesisht për profesione. Hidrauliku, mekaniku, elektricisti, profesionist për lyerje makinash, ne sillim çdo target group. Dhe tregu sot nuk është si para 10 vitesh kur filloi sjellja importimi i punonjësve të huaj këtu. Para 10 vitesh, kishte një qasje skeptike, pasi normalisht nuk kuptojnë qartë se sa do t'i plotësonin vendet vakante, por sot shifrat tregojnë që komunitetet si Filipinet apo India janë vendosur pikërisht për plotësimin e profesionistëve. Pra, Suzana, ka ndryshuar struktura e tregut punës. Pra sot, ajo çfarë kërkohet sot, nuk kërkoi para 10 vitesh. Po ndërkohë, teksa ju analizonit situatën dhe se si është zgjidhur përmes rekrutimeve, dy ishin sfidat, paktën në realitetin shqiptar. Fakti që ne nuk kemi ndërtuar mekanizmat e duhur, apo të kemi shfrytzuar të gjithë instrumentet që kemi pasur mundësi për të mbajtur fuqinë punëtore, pra për të mbajtur punonjësit brenda vendit, edhe për të mos i detyruar në thonjzat që ata të marrin rrugën e emigrimit, pra të largohen nga Shqipëria, edhe përmes rritjes apo le të themi zhvillimit në karrierë, edhe përmes pagës
nuk kanë qenë të mjaftueshme që ata të qëndronin në Shqipëri. Nga ana tjetër, komponenti dytë dhe sfida e dytë është orientimi. Pra, nëse ne sot kemi mangësi në disa sektor, në disa profesione, do duhet që ai ndryshimi të bëhet në bankat e shkollës, për t'ju përqasur dhe për të nxjerrë prej aty pra individ të cilët kanë formimin dhe profilin që kërkon sot tregu i punës. Në këto kushte, pra, teksa jemi përballë këtyre nevojave dhe emergjencave deri diku, se nuk kemi pse ta zgjidhim me punonjës nga jashtë, ku ndërkohë mund të arrijmë që t'i adresojmë, le të themi, dhe t'i zgjidhim problematikat brenda nesh. Sigurisht as kjo nuk është e gabuar, se është treg i hapur, pa diskutim, por si është reflektuar një gjë e tillë, si është manifestuar përgjatë viteve të fundit? Janë ndërmarrë politikat e duhura për t'ju përgjigjur këtyre sfidave? Por nëse ne i referohemi vetëm ditës së djeshme, ka patur një konferencë rektorësh. Ishte kjo kryefjalë? Nuk ishte. Pra, ato dje u mblodhën të gjithë rektorët e Shqipërisë dhe nuk pati një diskutim thelbësor në ato të cilën duhet të jetë universiteti në vetvete, që të proloj programe studimi që i përshtaten nevojave dhe kërkesave të tregut punës. Ne kemi vazhduar dhe vazhdojmë të kemi programe tradicionale në një farë forme, të cilat sot ne kuptojmë që nuk kanë më interes dhe nuk i përshtaten nevojave jo vetëm të tregut, sepse të rinjt kur zgjidhin një program të caktuar studimi, kanë një farë qasje edhe te tregu i punës. Pra çfarë perspektive do i japin ajo nesër në tregun e punës. Dhe po t'i referohemi shifrave të fundit, edhe të vitit kaluar, edhe të interesit të vitit aktual në cilin ne jemi, përsëri vazhdojnë mjekësi, degët e inxhinierisë. Pse? Sepse këto juridiku, mjekësia... Po sepse këto janë profile që kërkohen edhe në tregun global. Dhe në tregun europian, kur shqiptarët synojnë, pra të rinjt synojnë të marrin një diplomë, dhe sot për shkak edhe të krizës apo të ati konteksti që është krijuar në Europë, me një nevojë të shtuar për disa profile të caktuara pune, të rinj shqiptarë po mundohen të marrin ato diploma që japin një mundësi apo të kenë një farë aksesi edhe në punë të cilat mund dalin përtej territorit të Shqipërisë, gjë e cila do të krijojë pikërisht të handicap që duhet përmbushet, sepse kompania nuk do të qëndroj pa punë, apo nuk do të qëndroj pa punësuar. Dhe kompania ka shumë të thjeshtë, i drejtohet një tregu tjetër, ku ajo merr persona të cilët janë të kualifikuar, duke rriskuar ndoshta edhe në kosto, duke i shtuar edhe kostot e saj, por kjo është në dorë të çdo lloj kompanie, pra kompania vazhdon rrugtimin e saj. Problemi është që ne sot si Shqipëri nuk shohim përpjekje. Nuk shohim përpjekje për të mbajtur këto që kemi, jo më për të shkuar dhe për të afruar pastaj të tjerë, apo për të rikthyer në një farë formë ato që largohen. Por politikat nuk duhet, pra hartimi i politikave të duhura, nuk duhet parë vetëm nga lart poshtë, por edhe kompanitë duhet ta kenë mendsinë dhe kulturën për të mbajtur punonjësit. Gjë që padyshim. Jo të gjitha e reflektojnë. Pra, për të pasur punonjës dhe për të pasur qëndrueshmëri, le themi, në stafe. Unë diçka në perspektivën se si sot e shoh tregun. Mendoj që ne, apo kompanitë shqiptare, pra tregu privat në vend, po flasim për këtë lloj tregu, duhet ndryshoj qasjen se si e shikon punonjësi. Punonjësi nuk është kosto. Punonjësi është aset që e ka një kompani. Dhe kjo është ajo i cila sot kërkojnë ato të cilët largohin. Dignitet në punë. Nëse ti sot pyet një të ri, një ekspert që është larguar sot nga vendi, pse je larguar, sot thot këtu jam më i qetë, më vlerësojnë për punën që unë bëj sot në pozicionin e punës, padyshim edhe të ardhurat, por ato duhen analizuar në një tjetër aspekt, sepse edhe kostot në vendet ku shkojnë kanë vlerën e tyre. Por ajo që ka vlerësojnë është respekti në punë, digniteti në punë. Dhe këtë tregu privat, sidomos në vend, duhet ta shohin në këtë lloj perspektive, sepse po e pavi punonjësin, me frikën se gjithmonë ky do të jetë një individ që më kërkon një rritje page, apo me frikën se kostot e mia ndaj këtij individi, i cili sot kam në punë, rriten duke mos i ofruar trajnime të vazhdueshme që sot në një pjesë të madhe, unë flas për shumicën e tregut, nuk po flasim për kompanitë e mëdha, sepse ne gjithmonë kur i referohemi shembull pozitiv, marrim kompanitë e mëdha. Por ne po i referohemi shumicës së tregut. Aq më tepër pastaj për të analizuar që në tregun privat në shumicën e kemi të bizneseve, nuk hyn në biznese të vogla, apo biznese që mund shkojnë deri te strukturat mesme. Pra,
në kulturën se si ne i referohemi, apo se si ne orientojmë pikërisht në marrëdhëniet e punëdhënës punëmarrës, mendoj se këto ndikojnë dhe krijojnë pikërisht të handikape dhe këto të larguar të cilët ne kemi parë ndër vite. Përpos pjesës tjetër, nëse ne marrim turizmin si sektorin cilën i është kushtuar vëmendja më e madhe, ne sot nuk kemi një turizëm 12 mujor në Shqipëri. Pra nëse unë shkoj të punoj në një nga plazhet e vendit, flas po të marrim veriun, po të marrim edhe jugun. Nuk e kam 12 muaj aktivitetin atje. Janë vetëm disa biznese që e vazhdojnë 12 muaj. Shqipëria si sezon turistik për shkak të natyrës, gjeografisë që ajo ka, shfrytëzon si për turizmin detar, si turizmin malor, por si një biznes, marrim një biznes i cili punon në Bregdet. Që edhe pse mund të jenë pagat të favorshme për një periudhë aktivitetin e tij ka të shpërndar. 6 mujore sërish nuk mjafton për t'i mbajtur ata punonjës. Po ka individ të cilët duan qëndrueshmëri. Sepse gjysma tjetër e vitit. Po duan qëndrueshmëri, duan që të kenë një punë stabil. Prandaj tham në fillim, kërkesat që individët kanë krahasimisht me ofertën e punës kanë ndikuar që të krijohen këto handikape të cilat ne i shohim përkthyer në shifra. Suzana? Keni pasur diçka, keni pasur, le të themi, ankesa, pakënaqësi nga ata të cilët janë rekrutuar dhe sot janë të punësuar në Shqipëri me kushtet në të cilat përballen? Flasim për punonjësit të huaj. Po, punonjësit e huaj. Kompanive shqiptare, ky mos informimi i është kthyer dhe ky shtrajtimi që i kanë bërë punonjësve shumë vite më përpara i është kthyer në një bumerang të madh. Çfarë ndodh tani? Nëse në fasonerit punonjësit nuk paguheshin siguracionet, herë i vendoseshin në siguracion dhe herë jo, tashmë e kanë marrë mësimin themon. Kur ne tregojmë punonjësit huaj, gjëja e parë, paga garantohet plus 500 ose 600 euro neto. Të gjitha kushtet e tjera duhet që t'i plotësohen dhe radhë herë kompanitë sakrifikojnë cilësinë e një punonjësi për të kushtuar. Sepse, siç thash, ndër vite kanë përfituar dhe ka bërë një largim të punonjësve shqiptar. Me punonjësit e huaj ka një qasje tjetër. Patjetër që ka dhe biznese të vogla, të cilët nuk e kuptojnë rëndësinë dhe tentojnë që të mos paguajnë siguracione ose tentojnë nga rekrutimi me pagën fillestare 500 euro ta zbresin në 400. Këto janë ankesat që ne kemi kryesisht në biznesin të vogla her pas here. Por gjithmonë ndërhyet pasi një punonjës i cili vjen nga një shtet tjetër dhe vjen në Shqipëri për të kushtyer, për të dërguar të ardhurar në vendin e origjinës, normalisht që nuk i pranon këto kushte. Pra duhet të respektohen të drejtat dhe detyrimet e punonjësit, por edhe të kompanisë, pasi edhe kompania pret një feedback pozitiv nga punonjësi. Edhe fakti që përsëriten, le themi, këto sjellje, ajo që Suzana e nisi fjalën që ne nuk kemi nxjerr, pra është kthyer në bumerang sipërmarrjes. Pra fakti që po përballen me vakanca është për shkak deri diku edhe të sjelljes që ato kanë pasur ndaj punonjësve. Por duket që edhe kjo situatë e shkaktuar, pra fakti që po përballen me mungesa për një pjesë të tyre, sërish nuk ka mjaftuar për të nxënë mend. Pra në kuptimin për të ndryshuar qasje përkundrejt punonjësit. Sa kohë ka nga ata të cilët i rekrutojnë me një nivel të caktuar page edhe rrugës kërkojnë të bëjnë ndryshime. Ndodh edhe kjo. Biznesi në Shqipëri kryesisht është bërë nga emigrant, pra rastet ne i kemi shqiptar që kanë emigruar në Greqi ose në Itali, janë rikthyer për të kryer biznes në Shqipëri dhe nuk kanë një kulturë që të kuptojnë të gjithë faktorët që ndikojnë në mirëqenien e ekonomisë. Pra kanë abuzuar disa vite më përpara pasi kemi qenë si një xhungël pas një kontrolli, standardi i jetesës ishte shumë herë më i ulët, por sot duhet që ta kuptojnë se kushtet kanë ndryshuar dhe kanë ndryshuar globalisht, jo vetëm për Shqipërinë. Ndërkohë, përpara se të shkojmë në një hapësirë publicitare, Suzana, lidhur me hendekun gjinor, pra faktin që gratë kanë më pak akses për të punësuar, pra kanë më pak akses në tregun e punës, por po ashtu
krahas mungesës aksesit, apo le të themi vështirësisë për të aksesuar profilet të caktuara pune, një tjetër disbalancë, nëse mund ta konsideroj të tillë, është edhe niveli i pagës. Tani sa ndihet kjo të paktën në ato sipërmarrje që ke një bashkëpunim? Atëherë, çfarë shoh në terren? Ana sociale ndikon. Pra, gratë e vajzat marrin një formim të mirë universitar, por nuk zgjedhin në shumicën e rasteve që të zhvillojnë karrierë. Paktën kështu ka qenë. Dhe normalisht kjo plotëson punonjës që nuk janë shumë mirë profesionalisht dhe të përshtatur për tregun. Kurse i përket gapit ose hendekut të pagave, një profesioniste shumë e mirë në financë, administratë, nuk do të thënë paguhet në të njëjtën mënyrë si një burr, pra gratë dhe burrat kanë të njëjtat paga në treg. E qartë. Mirë, Suzana, unë të falenderoj, nëse nuk ke impenjime, unë do të ftoja që të qëndroj edhe në pjesën e dytë, në të kundër... Falenderoj. Më thuaj. Falenderoj, por aktualisht kam punonjës që termina administratë, mund t'i kaloj që të më shëndesin, dhe kemi një mbledhje. Okej, Suzana. Që ashtë Filipinës. Okej, mirë. Unë falenderoj shumë. Faleminderit për kohën. Falenderoj gjithë mirë. Faleminderit. Ne do të shkojmë në pak publicitet dhe do të rikthehemi në pjesën tjetër.